Kurse Kurani është kompletisht 100% fjala Allahu madhruar, edhe kuptimi nga Allahu madhruar është edhe fjala 100%. Kurse hadith kudusi, kuptimi është nga Allahu madhruar, fjala që i zjerë është Muhammadur Rasulullah sallallahu. Dhe ai hadithi është as-sawmu li wa ana ajzi bi. Agjerimi është vetëm për mua, edhe unë do t'i shpërblej për atë. Kanë dhënë kuptimet muhaddithinët që vepra tjera, namazi, haji, sadqa në disa momenta, ose veçanërisht, edhe pse njeri jep minimum një person i di kush e ka dhënë mua, ai që ka marrë. Edhe vepra tjera gjitha që janë dukshëm, duket. Ne kemi ardhur në namaz, gjithë duke parë neve, që jemi duke falë namaz tani. Kur ne japim diçka, ose kur shkojmë në hajj, njerëzit shohin. Tani, ai hajj, ose veprimi, a kemi berë për Allahu, apo jo? Allahu di edhe zemra jonë di vetëm. Se ne kemi dalë edhe për të treguar njerëzit, dhe do shta kemi dalë për të treguar njerëzve që filani është besimtar i madh, falet namaz. Kurse agjerimi është një veprim që vetëm njeri për hir të Allahu agjeron dot. S'ka për tjetër. Pse askush nuk është kujdestar mbi atë që shikon kur prish agjerimi. Edhe mbaj vetëm nga frikë Allahu xhaleshanu edhe nga dashuria Allahu xhaleshanu. Përandaj në hadith kudusi Allahu xhaleshanu thot, agjerimi është vetëm për mua, atia nuk ka ndërhyrja ria. Ria çfarë është? Dukja. Se ne bëjmë një veprim për të marrë nam, për të treguar njerëzit, apo për Allahu. Se agjerimi është një veprimi që njeri në qefë se do, duke larguar nga krijesa para krijesa, thot jam agjeruar edhe nuk është me agjerim real. Prandaj Allahu xhaleshanu ka thënë në hadith kudusi që agjerimi është vetëm për mua dhe do të shpërblej unë. Dhe muhaddithinët thonë ditën e gjykimit, veprat tjera nga që ka bërë robi para gjithë njerëzit, padyshim edhe ato veprat besimtari bën për Allahu xhaleshanu, vetëm për hir të Allahu është. Por nga që ka bërë para njerëzit, shpërblimet do të jepet nga malaika. Malaika do të jenë izbatues. Merë Gjibrili, merë Mikaili dhe malaika tjera, ato do të japin shpërblime çfarë ka për të dhënë. Angjëlna do të lënë në xhennet. Kurse për agjerim, Allahu xhaleshanu ka do të thash vetë robin e tij. Edhe ka për të thënë ti për mua, unë di vetëm këtë sekret.